Dy momente I shijoj pa mas. Një dialektin muzikar, se më kujton fëmirin Buzëremës në Berat, po kemi lëvizur të dy, kemi ardhur në kuvendin e Shqipërisë dhe duhet flasim si ligjbërës. Dhe e dyta, skeqet e Portokallis. Është shumë mirë që ti mbash copyrightin këtyre skeqeve, sepse ata ti shënojnë po dëgjoj. Baltën mua nuk ma tregojnë, as dritat që ikin. Qojmë në mëngjes, unë jetojnë Maknor, ka baltë atje, ka edhe drita. Po baltën zotri e pastron ai që e shef dhe që është atje për të pastruar baltën. Si që pastruan baltën e drejtësisë, që ti e shihje dhe I thoshje prokurores përgjithshme lavire rrugës, dhe sot vjen dhe na tregon banalitetin e të keqes. Pra, ndaj kur vim sot ata, gjitha ata emisarët e Europës thonë është përparim progres mbres lënës. Pse nuk e din ata që kanë baltë rrugët e Shqipërisë? Nuk e din ata që në Divjak, kur e kemi nisur në modernizimin e bujqësisë atje, ishin traktorët kinez, ati që ishte o I kuq, o që s'ndez. Zotri, integrimi europian nuk është klub barsaletash, po integrimi europian është që baltës të marrësh atë lopatën e ta pastrosh, që shkollës që thua ti të marrësh edhe në një kohë rekord ti rindërtosh njësoj si që janë në Europë, që programet mësimore ti marrësh dhe ti modernizosh, që programet e bujqësisë pa tjetër që mundet të kenë edhe keq funksionim po deshet I dhe korupcion, po që kur ti I zë ato nuk I fsheh dhe nuk shkon t'i bësh presion me libër shtëpie gjyqtarëve, po është të ballafaqohesh me ligjin atje dhe kush provohet që është ashtu siç pandehet të marrë përgjegjësinë e vet personale. Europa kështu është, kështu ka nisur dhe në fshatrat e Bullgarisë, se kështu siç thua ti kjo barsaleta që tregon ti me gjyshe, me nëne, me rrugë me baltë, me spitale që nuk punojnë. Sot po ta tregosh në Bullgari, mundet të përsëri të qeshin atje, po janë në Europë, janë bërë pjesë e Europës, sepse çështja është kush lëviz, kush rregullon çdo ditë nga një spital, kush rregullon çdo ditë nga një shkollë, kush rregullon çdo ditë nga një gjykat, kush rregullon çdo ditë nga një prokurori, kush heq çdo ditë nga një radhë, kush çon çdo ditë nga një mjekim falas dhe kush fut tek rimbursimet nga një ilaç më shumë. Kjo është betejë për Europën. Faleminderit. Pyes shumë përgjithësion sa ata lushnjarë interesohen në njerë dhe më ta rrugës Rogozhinës. Por unë s'tu mora me të tunelet e tuja, që po bjen, atë keqen, a rruga Arbi, shikoj e se mas e karane, sa arrova ta të përmeni se si she këtu, edhe shikoj mirat e rrugrat aty tujat se si janë, me që I ketë zonës state, por në ndryshim nga ty dhe disa deputet tjetër, unë I shket jam zjetë dyrën lushnje, flen lushnje, një sekund, flen lushnje, jetojnë lushnje, nuk kam se si të flasë për qytet tjetër unë. Edhe kur spitali nuk funksionon, kur ju e keni lënë fshatin më të madh, vërtet lushnje prodhon. Po jo se ju ndihmoni ju se asnjë fermer shqiptar lushnjar nuk merr, po kanë ardhur garga nga Tirana. Ja prandaj ta thashun ty. Se ato 500 milion pralla dhe ëndra që ti shikon me fermerë, 500 milion ëndra, janë 500 milion kallo që më kanë ata lushnjarë që ti si ndihmon që si panon stro kanalet, vadice dhe kulluce së mbyten për atë skrepin, atë dung fungën e tonit. E kupton se toni, s'ka, se toni me të është marrë, me të bërë celebrime, nuk e di që me thë shko kanale. E kupton? Unë nuk jam bërë deputet se kam celebruar jo Vilin. E kupton? Atë kishë vllaj. Kështu që, jo, se ti më themë, po të shpuk, po që më futi mua bulevardi, ku atërë unë isha I bje lozja, I bje macës me lugë, o ti toni. Po ti mbau këte dreqat të themun, se lushja nuk ka si institucion, ta thonë gjithë deputetet e lushnjës. S'ka institucion shtetëror, se keni qurë fjerë, dreqet, shejtan. S'ka pra institucion. I hoqit gjykatët e prokurorin, shokullësia hoqit, gjykatët e prokurorin. I sot dhe administrativen për të punur ato kafet anës, sepse as I puns bën për lushjen. Se problemet e lushjes ti du t'i vesh në fjerë, në prokurorin fjerë, në gjykatën fjerë. S'ke as gjeti, as tatime, as targa, as patena, as dreqe, as birë. I ke dhe Por edhe ti dhe bordë e kullimit e kem fjerë, e kupton ti dhe bujësi, po gjitha qoja fjerë ati e fjerë.
Pra lushnjarët nuk kanë asgjë. Lushnjarët dhe një kinoteatri akoma s'po e bëjnë, mbyllën e atë kinoteatrit. S'ke i kanë lore, s'ka asgjë. Për kalamajt, për moshët e trete keni lënë atje në mes të garit quhet ajo. Ajo lulishte atje ata pleqë shkret kanë 3 javë që dalin dot lozi domino. Tregoni ju mua për lushjen. Lushjen e keni lënë mizerabël. Kaq. Fjala për zotin Braça.